Ministri i Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu dhe kryetari i Bashkisë së Kamzës Rakip Suli inspektuan punimet për ndërtimin e gjimnazit të ri Sulejman Elezi në Laknas. Me një efekt prej 600 nxënësish ajo pritet të hap dyert në shtator me fillimin e vitit të ri shkollor. Gjatë inspektimit të punimeve, Ministri i Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu theksoi rëndësinë e investimeve në infrastrukturën arsimore. Jemi këtu në një prej shkollave ku tashmë shihet që puna po ecën me ritëm dhe besoj që bëhemi gati që ky gjimnaz Sulejman Elezi të mundet që të hap dyert në fillim të vitit të ardhshëm, duke ofruar vërtet një prej standardeve më të mira, jo vetëm për procesin mësimor, por për te procesit mësimor, për të qenë një shkollë e hapur për komunitetin me ambiente pritëse, me ambiente sportive, kulturore, artistike që mundet që të shërbejnë nxënësve, por të shërbejnë gjithashtu të gjithë komunitetit të zonës. Manastirliu ndavoi edhe një panoramë më të gjerë të projekteve në zhvillim në shkallë vendi, si dhe rëndësinë e mbështetjes për mësuesit për një arsim sa më cilësor. Në të gjithë Shqipërinë jemi duke investuar në rreth 40 objekte arsimore, qoftë sa i përket rihabilitimit shkollave nëntëvjeçare, gjimnazeve, por gjithashtu edhe duke i shtuar mjediseve të shkollave dhe ambientet dhe terrenet sportive. Kaq shumë të nevojshme për të indikuar direkt në shëndetin, mirëqenien fizike dhe mendore të fëmijëve tanë. Gjimnazi Sulejman Elezi në zonën e Laknasit në Kamës është një investim i mbështetur nga Qeveria e Republikës Federale të Gjermanisë ndërmjet Bankës për Zhvillim.